Përshëndetje gjithë shikues të emisionit Një Kafe me Labin, jemi në Durrës, zbashku me Leanin, zbashku me Ta Pastrojmë Kosovën. Durrësi, dim Lean që ka mirëmbrajtjen e vet në secilën plazh. A ka nevojë s'ka ta shohim? Ta shohim. Po me sa kemi pas sidomos vitet e fundit e shohim një përmirësim. Se Durrësi është një prej destinacioneve të cilat shumë qytetarë për i Kosove vinë këtu për t'i kalu pushimet. E sigurisht që edhe ne si organizat kemi bërë aktivitetet shumë të disa herë madje për pastrimin e këtyre plazheve dhe ne e shohim një farë progresi, nëse mund t'i themi, kur vjen fjala për mirëmbajtjen. E dim që pothuajse secili prej plazheve këtu e ka kujdestarin, po flasim për plazhet private, mirë po ajo çfarë nevojitet janë plazhet publike, të cilat duhet të kenë më shumë kujdes. Por ajo çfarë ndoshta ja vlen të flasim këtu është më shumë për njerëzit që vinë. Pra frekuentues këtu kryesisht janë prej Kosovës dhe do duhet silleshin me miqësinë për këtë hapësirë këtu. Pra nëse ne vim këtu ata kulloren që e hudhin pastaj në për këtë hapësirë, sigurisht që ka mundot. Dhe këto fenomene ndodhin, për fatin e keq. Një pjesë e shoqënisë akoma nuk po e kupton rëndësinë që ka kujdesi për mjedisin, pastërtia. Pra e reflekton kulturën e vetë shoqënisë, sjellja me mjedisin ku jetojmë. Pra nëse ne e shohim një plazh, nëse ne e shohim një park, nëse ne e shohim një lumë të ndotur, për gjithë ata vizitorë që vinë, e posaçërisht për ata që vinë prej vendeve tjera, ne kemi me dëshmu që nuk jemi shoqëri me nivel të mirë të edukatës. Pra, let's do it, apo Ta Pastrojmë Kosovën, këtë ka mision kryesor. Pra ne mundohemi që t'i vëmë në pa vlerat tona të mira si popull, si shoqëri që jemi. Sepse në fakt jemi, e trajtojmë shumë mirë pronën private. I kemi shumë të pastra oborret, shtëpijat, e marrim shumë mirë veten. Mirë po, kur vjen fjala për hapësirën publike, e kem akoma problem. Johan, kush është fajtor këto? Pse ndodh kjo? Po, fajtor është ky person që e ka hap këtë pije dhe e ka hudh këtu në plazh. Pra akoma nuk po arrim me kuptu që ne si njerëz që jetojmë, e kemi obligim dhe detyrë për me u kujdes për gjithë shka që është mjedis. Kjo person Johan që dhe besoj që tek oborri ndoshta se kish hudh. Për këtë arsye po du me të pyet, kush është fajtor? Pse ndodh kjo? Po tani ndodh kjo për shembull bashkë tek plazhet publike hudhin, ndërsa private jo. Po pikërisht është ajo që nuk e kuptojmë rëndësinë që hapësirën publike me trajtu si edhe atë si tonën, si diçka të cilën ne e shfrytëzojmë. Sepse ne e shef sa njeriu është. Pra është pronë publike, por ne e shfrytëzojmë gjithë. Dhe në përshtypjen e shumë qytetarëve e një pjesë të shoqërisë, nëse mund të themi, hapësira publike është diçka që duhet vetëm shteti, vetëm institucionet me u kujdes.
Këtë arba, mas pari po të pësa e lodhë. Jo, fatmirësisht nuk jom lodh, edhe pse ka njëherë kogja shumë punë, jo mu lodh fizikisht, po mu lodh me ndrisht pak adin, se nuk po e dëgjojnë mesazhin ka njëherë tjert, po momentalisht kur të bojmë punë e harrojmë krejt atë pjesën që na mundon nga njëherë. Sa vite je pjesë e kësaj organizate me që? Letëzdujtit ju kam bashkangjit para 3 vite në aktivitete vullnetare, që jam pjesëmarrës së 90% të aktiviteteve, edhe është prej eksperiencave më të mira që i kam deri tash. Edhe pse s'kam shumë vjet, po më thonë që janë më të mira që tu 3 vjet. Edhe shpresoj që shqiptarët ashtu siç janë mikpritës, në krejt sfera tjera, t'japin një kontribut pak ma specifik edhe në mbrojtjet mjedisit, të vendosin ma shumë shenja, edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhë tjera për shkak se ka shumë turist me ndalu pron mu hull mbeturina, të vendosin ma shumë shporta, pasi që po shihet që pak ka mungesë dhe pse kënej është pastër, mirë po ka plazhe publike të cilat nuk janë ndoshta edhe në këtë gjendje. U knaqem, po bojna pak sport. Kjo është edhe aktivitet i mirë edhe për trupin. Sa e bën një hecje në plazh, për shembull mërzitesh jelatën ditën, qohesh e ki shumë të thjesht, e merr një kese. Sa je të hec, shet diçka që ta prish synin edhe ndërmerr një veprim e hek. S'ki nevojë mua në ku, veç e bën. Mu më tregoj edhe Loani paka shumë tuba, se sa vite je pjesë e Letëzdujt? Unë nuk kam shumë vite që jam pjesë e Letëzdujt, në fakt jam e ri në organizatën e Letëzdujt Kosova. Edhe përveç vizionit edhe misionit organizatës që është me mbajt ambientin e pastër, me ngrit vedijen për me mbajt ambientin e pastër, si vjetë përgjithësia e Letëzdujt Kosova është edhe më e madhe, se shtrohet në aspektin global. Na si vjetë si Kosovë kemi me udhëheq fushatën globale për ditën botërore të pastrimit, e cila është me 21 shtator, edhe është një prej saneve më të mëdha që është i bo Kosova. Edhe kjo na duhemi mu krenu me këtë san, edhe njëkohësisht po ju bëj thirrje edhe njerëzve që me na u bashku edhe me na përcjell në aktivitetet që i bojmë, edhe me u bashku kësaj kauze që është botërore. Loan, dur që u po që me të vërtet është i past. Kështu që mbledhëm dhe po shkojmë pi hudhim mbeturina tek mbeturnat. Tek vendi caktuar për mbeturina. Kështu duhet të veproni gjithë në fakt. Nëse kemi një thes, mos ta lëmë as afër rrugës, as afër hapësirës, që folëm më herët publike, por janë kontinerat e parapor që duhet hudhen. Mirë po kjo në Kosovë për fat keq akoma pjesë, megjithëse edhe në Shqipëri nuk është më mirë. Pjesë e madhe e sidomos zonave rurale nuk mbulohen prej kompanive që bëjnë menaxhimin e mbeturinave. Dhe kjo shkakton mandej problem sepse pjesë e madhe e njerëzve nuk kanë si të veprojnë. Sado që kjo nuk është arsye as pak që me i hudh nëpër lagje, nëpër hyrjet banesave që i shohim shumë herë. Nëse mundemi me qese me shku në supermarket me i ble, atëherë nuk do ishte problem ta bëjmë të njëjtën edhe më shku me i hudh mbrapa mbetjet të cilat i bëjmë çdo ditë. Kështu që nevojitet të rritet pak një niveli i edukatës, e thamë edhe më herët i shoqërisë në lidhje me pastërtinë e mjedisit publik kryesisht. Loan, Letëzdujt Kosova tani është edhe në sferat globale. Po, nga ky vit, fal fushatës Ta pastrojmë Kosovën, e cila ndodhi vitin e kaluar për 3 muaj, pra nga 15 shtator deri me 15 dhjetor, një fushatë shumë intensive, të cilën e kemi pa të gjithë, ku afër 200.000 njerëz për 3 muaj janë bërë pjesë e aksioneve. Ka bërë shumë përshtypje në lëvizjen globale Let's Do It World, ku bëjnë pjesë 157 shtete, dhe nga
Nga ky vit ne do ta koordinojmë organizimin e pastërimit të botës, i cili do të ndodhë këtë vit me 21 shtator, si dhe vitin e ardhshëm. Pra ne tani më jemi në përgatitje për organizimin e një fushate të madhe, e cila do t'ju bëjë thirrje 157 shteteve që të dalin me 21 shtator, ta shënojnë duke pastruar sa më shumë lokacione me veturina, por në anën tjetër do t'jetë edhe një fushat përmes shumë figurave tona publike, artistëve, sportistëve, duke u tentuar që krahas kësaj fushate të madhe që po e bëjmë për mjedisin, të promovojmë edhe vlerat tona tjera si popull, pra të tregojmë që ne si Kosovë nuk kemi vetëm lajme të këqija, që fatkeqësisht zakonisht i kemi për vendin tonë, por ne dim të bëjmë edhe gjëra të mira, dim të bëjmë edhe punë të mira, dim të bëjmë edhe organizime të mira, pra kjo fushat që ne kemi realizuar tash sa vite në Kosovë ka prodhuar mjaft rezultate, pra ne edhe Kosovën e kemi shumë më të pastër nëse krahasojmë me vite më përpara. Andaj ky model, ky shembull, mënyra se si ne kemi arrit ta zhvillojmë këtë fushat, po merret shembull dhe po tentojmë që sa më shumë të kontribuojmë në tër globin që ta kemi një botë më të pastër. Për fund, Luan, sa veta ka dhe s'duhet Kosova? Po, ne jemi një grup i madh, jemi dikun 30 persona të cilët e koordinojmë lëvizjen në tërë Kosovën. Kemi dikun një numër prej 5.000 vullnetarësh që angazhohen her pas here në aktivitete, por numri po rritet çdo ditë, pra kemi shumë të reja kryesisht, të cilët ofrohen me plot vullnet për të jap kontributin që të bëhen punë të mira dhe vendi jonë të jetë më i pastër. Luan, faleminderit për gjithë ata që po na shikojnë, çka do t'ju thuje? Po, mesazhi është shumë i thjeshtë që të kujdesemi për mjedisin jetësor, pra mos ta ndotim vendin ku jetojmë, ta trajtojmë njëjtë sikur pronën private dhe atë publike, pavarësisht nëse ne kemi shërbime të mira ose jo për mjedisin për institucioneve, ne kjo nuk na jep të drejtë që ne ta denojmë natyrën duke ndotë, sepse duke ndotë natyrën i bëjmë keq shëndetit tonë. Luan, faleminderit edhe një herë shumë, këta ata që na shikojnë, po them unë, mbeturinat ku e kanë vendin. Në kontejner.